Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bi hadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun e lartësuar dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, takohemi sërish me ligjëratat të cilat i mbajmë të mërkurave pas namazit të yacis. Dersi i sotit ka të bëjë me veçoritë e xahiljetit. Veçoritë e xahiljetit. Fjala veçorit kuptohet, ndërsa xahilije apo xahiljeti është një term më i veçantë, më thonë, të cilin ndoshta të gjithë nuk e kuptojnë, i thuhet çdo gjëje jo islame. Më thonë, çdo gjë që nuk është islame është xahilije. Dhe termi xahiljet rrjedh prej fjalës xehel. Xehel do të thonë ignorancë. Pra ignorancë në fe. Do të thonë prej ignoranca në fe është xahiljet. Kur s'ke dituri për fe, do të thonë një xahil. Edhe nëse në këtë botë i ke të gjitha diturit. Pra, qëllimi me termin xahiljet kur përdoret në ligjëratat fetare, po edhe në ajetet dhe hadithet, është për qëllim ignoranca në fe, e jo ndonjë ignorancë tjetër, sepse ka mundësi dikush të ketë tituj akademik apo doktoratur apo tituj tjerë më të mëdhej në këtë botë, mirë po përsëri në terminologjinë fetare të quhet xahil apo ignorant, sepse nuk e njeh Allahun dhe nuk e njeh pejgamberin alayhis salam dhe nuk e njeh fen e tij. E kjo është esenca e diturisë, sepse çdo dituri tjetër është e kufizuar me këtë botë dhe është e përkohshme pra. E tash veçoritë e xahiljetit. Hudhejfja radiallahu anhu është prej sahabëve që veçohej me njohurit rreth shenjave të kiametit dhe me njohurit rreth fitneve. Po ashtu edhe me disa emra të munafikëve, pra që ja kishte treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot ai, une të gjithë njerëzit thot e pyetnin pejgamberin alayhis salam për khairin, për gjërat e mira, për pozitivitetet, ndërsa unë thot e pyetja për sherrin. Dallohesha prej tyre se e pyetja për sherrin, për gjërat, domethënë të sherrit. Me khafete e njudrikani, nga friga që mos më kaploj edhe mua ky sherr. Ndërsa Omeri radiallahu anhu ka thënë se Omeri radiallahu anhu ka thonë se do të vi një kohë kur Islami do të dobësohet pjesë. Do të vi një kohë kur feja tek njerëzit do të dobësohet, do të rënohet, do të shembet pjesë. Kur do të jetë ajo kohë kur thot do të rriten gjenerata. Kur do të rriten gjenerata të cilët nuk e njohin xahiljetin. Do të thonë gjenerata të cilët nuk e njohin xahiljetin, nuk janë sprovuar me xahiljetin. E në këtë rast thot do të dobësohet Islami. Pse? Sepse nga padituria e tyre, nga mosnjohja e tyre dhe mosdallimi i tyre i të bardhës dhe të zezës, do të bien në të zezën, do të bëjnë gabime, do të bien xahiljet duke mos e ditur, sepse nuk e dinë se çka është xahiljeti. Andaj është më rëndësi që të njihen veçoritë e xahiljetit në mënyrë që mos të bijem në to. Allahu subhanahu wa taala kur i përmend, do të thonë, qafirat e mëdhej dhe popujt të cilët i ka shkatruar, të cilët ishin kundërshtar të pejgamberëve, e tregon arsyeën në njërin prej ajeteve kuranore, thot walitastabina sabilul mujrimin, që të qartësohet rruga e mujrimve, e zullumqarve. Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore i ka përmendur disa veçori të xahiljetit, i ka përmendur disa vepra të xahilave,
i ka përmendur punët e këqija me të cilat e merituan popujt e pejgamberëve të ndryshëm shkatrimin dhe dënimin prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo hyrje ishte për ta sqaruar se kjo temë shkon sipas menhexhit apo metodologjisë së Kuranit dhe të Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse të dyja këto na mësojnë dhe na i tregojnë gjërat me të cilat veçohen armiqtë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke i mësuar këto gjëra, ne i kundërshtojmë ata dhe e mbrojmë veten që mos të bijem në gabimet e tyre. Në lidhje me këtë, Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah e ka shkruar një libër, Masailul Jahiliye, dhe ka përmend aty për ndoshta afër 100 veçori prej veçorive me të cilat veçohet xahiljeti. Do më thonë koha e ignorancës, po edhe personat ignorant, ata që janë jashta mësimeve të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Kurse ne do t'i përmendim vetëm disa prej tyre, të cilat mendojmë se janë më të rëndësishme. E para prej këtyre veçorive është se ata, do më thonë xahilat, adhurimin e tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala e kanë të përzier me shirk. Kjo është veçoria më e madhe e xahiljetit. Do më thonë e njerëzve dhe periudhave që janë kundërshtim me rrugën e pejgamberëve. Gjëja më e madhe për të cilën kanë urdhëruar dhe me të cilën kanë ardhur pejgamberët është tauhidi, monoteizmi, njëshmëria e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është gjëja më e madhe me të cilën kanë urdhëruar dhe me të cilën janë dërguar pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. E tash veçoria më e madhe e xahilave, atyre që e kundërshtojnë rrugën e pejgamberëve, është mu e kundërta e kësaj, do me thonë shirku, se ata nuk e adhurojnë Allahun direkt, nuk e adhurojnë vetëm Allahun, po i shoqërojnë atij idhuj, i shoqërojnë atij zotra të rem. Dhe kjo është veçori e gjitha shoqërive dhe kohrave të ignorancës. Nuk ka mundësi që tek ata të gjendet adhurimi i pastërt i Allahut subhanahu wa taala. Ndonjëherë adhurojnë njerëz të cilët ata i quajnë të shenjtë dhe të veçantë. Ndonjëherë adhurojnë kafsh. Dhe prej kafshëve më të ndryshme, do më thonë, nuk kanë lënë kafsh, ndoshta pa adhuruar. Ndonjëherë adhurojnë objekte, ndonjëherë adhurojnë idhuj të ndërtuar prej guri dhe prej druri. Mirë po, ajo që i përmbledh të gjithë këta është se adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar për ta thot: "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Dhe këta njerëz adhurojnë të tjerë përveç Allahut, gjëra që nuk ju bojnë as dëm e as dobi. Më thonë gjëra që s'ka hajër prej tyre, as nuk mund t'ju bojnë ndonjë dëm e as ndonjë dobi të caktuar. Wa yaqulun, dhe thonë, do më thonë pastaj kinë se arsjetojnë këtë adhurim dikuj tjetër përveç Allahut, haula i shufa'una inda Allah. Dhe thonë, këta, a e dini pse i adhurojnë këta? Sepse këta thonë janë shefi, do më thonë dërmjetës mes neve dhe Allahut subhanahu wa taala. Mundohen që të arsjetojnë adhurimin e tyre të dikuj tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, kjo arsjetim nuk ju bën dobi, sepse Allahu nuk ka caktuar ndërmjetës mes tij dhe robërve të tij në adhurimin ndaj atij. Po ashtu në një ajet tjetër kuranor Allahu thot: "Walladhina ittakhadhu min dunihi awliya", dhe ata të cilët kanë marrë zotra të tjerë përveç tij, apo evlia, të cilët i adhurojnë, thonë: "Ma na'buduhum", ne nuk i adhurojmë për tjetër këta. Nuk besojmë se këta na kanë krijuar. Mirë po, illa liuqarribuna ila Allahi zulfa, ne vetëm i adhurojmë këta që të na afrojnë tek Allahu. Më thonë, kështu arsjetojnë ata.
adhurimin e tyre ndaj dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto arsye, këto kinse pseudo argumente i kanë edhe disa grupe të devijuara, të cilët pretendojnë se bëjnë pjesë në rrethin e muslimanëve, mirë po nuk janë të tillë, siç janë për shembull shiat, apo ekstremët prej sufive, adhuruesit e varreve prej sufive. Njëjtat argumente edhe këta i kanë. Thonë, ne për shembull kur e adhurojmë filan varin, ne e dim se ai nuk krijon, ne e dim se ai nuk ka në dorë, mirë po thonë, ky është njeri mirë. Dhe ne e lutim këtë që ajt na afroj më afër Allahut subhanahu wa taala, sepse thonë ne jemi mëkatar, kurse ky është njeri mirë, andaj nëpërmjet këtij, kjo është esenca e gjithë shirkut. Kështu buron shirku, do të thonë prej ekstremizmit në disa njerëz të mirë. Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, thot pas Ademit a.s. se feja e pejgamberëve është monoteizmi apo tauhidi, adhurimi vetëm Allahut subhanahu wa taala. E Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu thot, pas Ademit a.s. 10 gjenerata njerëzit kanë qenë në besim të pastërt. Pas Ademit a.s. 10 gjenerata me radh njerëzit kanë qenë besimtar, e kanë pas besimin e pastërt në Allahun subhanahu wa taala. Mirë po thot, pas 10 gjeneratave ishin disa njerëz të mirë, gjëgjësisht 5 njerëz të mirë nga populli i Nuhut a.s. Këta 5 njerëz të mirë ishin të veçuar dhe populli i donin shumë. Ishin dietar, ishin adhurues, bënin ibadet madh dhe ishin bamirës. Më thonë, kishin dituri, kishin adhurim ndaj Allahut dhe kishin bamirësi ndaj njerëzve. Ju ndihmonin nevojtarve, të varfërve dhe gjithë atyre që kishin nevojë. Pra, me një fjalë ishin prej besimtarve të veçuar dhe të afërt me Allahun subhanahu wa taala. Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, thot, mirë po, shejtani i mashtroi. Dhe ky tregim është po ashtu edhe vërejtje tërheqës nga rreziku i bidateve. Shikoni se si ka lind shirku tek njerëzit. Shikoni pra hapat se si ka arritur që shejtani t'i fut njerëzit në shirk. Kur vdiqën këta 5 njerëz dhe deshti Allahu subhanahu wa taala, do me thonë Veddi, Suai, Jeguthi, Jeuki edhe Nesri. Këto 5 emra i përmend Allahu në surën Nuh. Këta janë ata të cilët i adhuronin populli Nuhit a.s. Këta 5 njerëz deshti Allahu që të vdesin njëri pas tjetrit. Me thonë brenda një kohe të shkurt. Dhe kjo shkaktoi që njerëzit në popullin e Nuhut shumë të pikëllohen, do me thonë. Dhe kjo ishte para dërgimit Nuhut a.s. Më thonë se si ka ardhur deri tek dërgimi i pejgamberit të parë dhe se si ka ardhur deri tek shfaqja e parë e shirkut, do më thonë tek njerëzit. Kur vdiqën këta 5 njerëz, erdhi shejtani tek ata që ishin si udhëheqës apo prijes në atë vend dhe ju bëri cytje. Më thonë, i shtyu që ta bënin një bidat. Ju tha, këta kanë qenë njerëz të mirë. Këta njerëz nuk bën të harrohen. Apo nuk bën të harrohen. Andaj ju tha shejtani, ndreçni tek varret e tyre nga një përmendore për secilin prej këtyre 5 njerëzve. Do të thonë, çaty ku i keni varros, nalt ndërtojeni nga një përmendore në formën e tyre. Në mënyrë që kur të kalojnë njerëzit, t'ju kujtohen, t'ju vinë ato kujtimet e mira, se si këta bënin mirë, e adhuronin Allahun, ishin të devotshëm, dhe kjo t'jetë nxitje për ta, që edhe ata të bëhen si kurse këta 5 njerëz. Më thonë, shikim të parë, shejtani e pru një arsye të fortë, apo?
Kur ta shikosh kështu, ai që s'ka dituri pejgamberike thot se pas ka keq me ky, t'ja bëjmë ka një përmendore që t'i nxitim njerëzit për hajër. Apo mirë po, nuk është mirë kjo. Pse? Sepse është bidat në fe. Pa marë parasysh se ti e ke arsyetu, e ke zbukuru me 100.000 arsye, kinse të bukra. Nuk është mirë. A se kanë bo pejgamberët, nuk është mirë. Nuk ka mundësi t'jetë mirë. Sepse sikur t'ishtë mirë, do t'a bën të Ademi a.s. i pari, do t'jip të do më thonë, se ata ishin 10 gjenerata pas Ademit a.s. Ademi do të thonë, ta ka pas njerë më të mirë se Ademi në start, jo. Do të thonë të o bitë e mi, kur të vdes unet më boni një përmendore, që t'ju kujtohet njerëzve se unë kam qenë njeri mirë dhe ta adhurojnë Allahun sikur se unë. Mirë po nuk e bëni këtë punë. As Ademi a.s. as njeri prej pasardhësve deri sa erdhën te kjo kohë. Andaj kjo ishte gabim. Mirë po në fillim çka ishte? Në fillim ishte një bidat i thjeshtë. Në fillim ishte një bidat i thjeshtë, nuk ishte shirk. Ama kur vdiqën këta njerëz që e dinin arsyeën e ndërtimit përmendoreve, pasi që vdiqën këta njerëz, tash shejtani po istidraç, po dëshiron që t'i nxjerrë total prej feje, apo? Pasi që vdiqën këta, erdhë dhe ju bëri cytje pasardhësve të tyre. Dhe ju tha, a i shifni këta 5 përmendoret këtu që i keni? A e dini pse i kanë bërë prindrit e tu, gjyshrit e juaj? I kanë bërë sepse këta janë adhuruar prej tyre, i kanë adhuruar këta njerëz. Andaj ju tha, adhuroni edhe ju ata. Dhe kështu gjenerata që erdhë pas, filluan që t'i adhurojnë këta 5 njerëz. Dhe jo vetëm që filluan t'i adhurojnë, po dhe i bën prej idhujve më të mëdhej të tyre. Andaj kur erdhë Nuhu a.s. dhe ju tha, o ju njerëz, mos i adhuroni këta, se këta e njerëz sikur se ju. Edhe nëse kanë qenë pak më të mirë, njerëz janë, nuk e meritojnë adhurimin. Nuhu a.s. ju bëri kështu thirrje me qindra vite, apo? Mirë po nuk u kthyen përveç një pakice, sepse shirku ishte futur thellë tek ata. Dhe thonin, mos e leni asesi, mos e leni Vedin, Suajin, Jeguthin, Jeukin, Nesrin, mos i leni këta. Sepse kështu kanë adhuruar edhe paraardhësit tanë. Pra, fillimisht shejtani i futin bidat, e prej bidatit i futin shirk. Dhe thonë dietarët, bidati është hapi i parë drejt daljes prej feje. Dhe ai i cili e studion historinë e grupacioneve, do ta shohë se kanë filluar me bidat dhe kanë arritur me shirk dhe kufër ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kështu kanë filluar shijat, derisa tash janë bërë min ekferin nas alel ard, prej njerëzve ma qafira në fytyrën e tokës. Sa që shumë prej dietarëve thonë kufri i tyre te i kalon edhe kufrin e jahudive dhe krishterëve. Kanë filluar me bidat. Në fillim kanë thonë Aliu është më i mirë se Ebu Bekri. Dikush mund thotë, fjalë thjesht kjo, nuk është shumë problematike. Pastaj kanë arritur derisa i kanë shajt Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin. Pastaj kanë arritur derisa kanë thonë Aliu o deshtje se pejgamber, po Xhibrili ka gabu. Pastaj kadale kanë arritur derisa disa prej tyre kanë thonë Aliu është Zot. Naudhu billah. Do të thonë kjo është veçoria më e madhe e xahilietit, shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe luftimin e kësaj për këtë gjë kanë ardhur pejgamberët prej te i pari deri te i fundit për ta luftuar këtë, sepse kjo është baza e xahilietit, shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk do me thonë kjo se vetëm tek popujt e prapambetur ndodh kjo. Dhe nuk do me thonë se popujt paranesh kanë qenë prapambetur. Jo vallaj, ka pas prej tyre që kanë arritur gradat larta në këtë botë. Shikoje popullin e Themudit për shembull. Shkëmbi të mëdhej i kanë gdhendur dhe jo shtëpia, jo kasolla të vogla të ndërtojnë, po kanë ndërtuar pallat brenda shkëmbit.
që sot e kësaj dite është rënd ta bëjë dikush një gjë të tillë. Dhe sot e kësaj dite nuk bëhet kjo, nuk ndërtojnë njerëzit, domethënë, pallate në shkëmb, brenda në shkëmb, sepse don mjeshtri, don dituri, don fuqi, don teknik. Më thonë, s'kan qenë edhe ata njerëz shpellës të ngjajshëm me majmunin, e për këtë shkak janë friguar prej dukurive, kurse ne tash kemi përparu. Japonezët janë ndër më të përparuarit mbi faqen e tokës. Mirë po janë njerëzit që më shumë të ndoshta i bëjnë shirk Allahut. Po ashtu edhe kinezët, civilizimi kinez njihet prej moti, ama shumica janë budista. Nuk do më thonë kjo asgjë. Dhe nuk do më thonë se shirku ka qenë vetëm ma herët e tash s'ka më, jo, edhe tash ekziston. Edhe nëse e ka ndryshuar pamjen dhe shfaqjen dhe emërtimin, mirë po, përsëri shirku ekziston. Kjo pra është veçoria më e madhe e xahilietit dhe me luftim, dhe kjo është gjëja më e madhe të cilën e kanë luftuar pejgamberët e Allahut në krye me Muhamedin alayhi salatu wassalam. Dhe kjo ju ndodhi edhe arabëve kur u larguan nga mësimet e Ibrahimit alayhis salam, Qabën, do me thonë, Qabën e bekuar e mbushën me idhuj, me 360 idhuj. Dhe këto i luftoi pejgamberi alayhis salam, dhe i theu, dhe pastroi Qabën dhe e ktheu përsëri në gjendjen në të cilën ishte në kohën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Kjo është veçoria e parë, do me thonë se adhurimi i xahilietit është shirk. Adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Veçoria e dytë është se ata janë të përçarë në fenë e tyre. Do me thonë, përçarja është veçoria e dytë e xahilietit. Dhe sa herë që njerëzit janë larguar prej mësimeve të pejgamberëve, janë përçarë. Janë përçarë. Arabët kur u larguan prej mësimeve të Ibrahimit alayhis salam u përçan, a adhuronin vetëm një idhull? A ishin bashkuar rreth një idhulli? Jo. E lanë adhurimin e Allahut të vetëm dhe filluan secili fis, secili popull, madje secila shtëpi e kishte idhullin e vet. Çka është kjo? Kjo është përçarje në fe. Sepse pastaj filluan thonë idhulli im është më i fuqishëm se idhulli jot. Kur luftonin me njëri tjetrin, fitoi idhulli i fisit ton, i kabiles ton, i vendit ton, i qytetit ton. Do me thonë, filluan të përçahen fe. Kjo është veçoria e xahilietit. Dhe thamë se xahilieti fillon me bidate dhe mbaron me kufër dhe shirk. Dhe këto dy sebepe janë që i përçajnë njerëzit më shumti. Andaj, kur ishin muslimanët e parë të një fjale ishin të bashkuar, sepse e kishin rrugën e bashkuar, metodologjinë e bashkuar, e ndiqnin sunetin e pejgamberit alayhis salam, dhe ishin të ashpër kundër shpikjeve. Është për qëllim shpikjet në fe, jo shpikjet teknologjike të dunjos. Bidati në terminologjinë fetare është bidati në fe, do të thonë shpikjet në fe, se shpikjet në dunjë janë nuk hynë, do me thonë, në temën tonë. Pastaj, çka ndodhi? Havarijët e bën një bidat, shpikën diçka. Edhe çka? Erdh përçarja. Pastaj dolën shijat, shpikën diçka. Erdh përçarja, u bën 3 grupe, apo. Pastaj dolën kaderit, shpikën diçka. Erdh përçarja, pastaj dorën, do të thonë, nuk është kjo renditje kronologjike, po thjesht shembuj. Pastaj dolën Mu'tazilit dhe erdh përçarja. Pastaj dolën këto, ato, u bën, do me thonë, siç ka thonë pejgamberi alayhis salam, do të ndahen 78 grupe. Pra, veçori e ignorancës në fe është se shkakton përçarje dhe është përçarse. Allahu subhanahu wa taala i përshkruan ata duke thonë kullu hizbin bima ledejhim ferihun. Çdo grup është i gëzuar me atë që e ka. E ka zgjedh një rrugë për vete edhe gëzohet me atë. Është i kënaqur me atë.
Dhe na ndalon Allahu i lartësuar neve që të jemi si ata, duke thënë: "Wala takunu kalladhina tafarraqu", mos u bëni si ata që u përçan, "Wahtalafu", dhe patën khilaf në mes veti, "Min ba'di ma ja'atuhumul bayinat", pasi që ne ju asollëm qartë argumentet e qarta, mos u bëni si ata. Mos u bëni si ata. Pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar dhe Allahu i lartësuar e ka ndaluar për sharrjen fe. Andaj ne duhet që të pasojmë dhe jo të shpikim, sepse ashtu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Feja është e përsosur. Ajo që na ngel neve është që të pasojmë. Dhe sikur gjithë ne ta kishim këtë metodologji, nuk do të kishte përçarje. Nuk do të kishte përçarje. Dhe si mund të arrijë që ummeti përsëri të bashkohet duke ju kthyer bazave, duke ju kthyer burimit. Imam Maliku rahimahullah thot: "Nuk përmirësohet fundi i këtij ummeti vetëm se me atë me të cilën është përmirësuar fillimi i tij. Nuk mund përmirësohet fundi vetëm se në rrugën që është përmirësuar fillimi i tij." Dhe Allahu subhanahu wa taala na urdhron duke thënë: "Wa'tasamu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu", kapuni gjithë ju për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Çka i bashkon muslimanët? Do të thonë, a janë të përçarë? Muslimanët janë, dhe kjo është, do të thonë, që e ka thonë pejgamberi alayhis salam. Dikush mund thoj, po hoxha ti duke folur për xahilietin dhe the se veçoria e tyre është përçarja, e tash po fol për muslimanët. Ka mundësi që tek disa prej muslimanëve të jenë disa prej veçorive të xahilietit. Ka mundësi. Apo? A ka mundësi? Ka mundësi. Dhe këtë vërtetojnë hadithet shumëta të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi alayhis salam i tha Ebu Dherrit kur ofendoi Bilalin për shkak të një mosmarrveshje, i tha: "Innaka imrun fike jahiliye", ti je njeri që të ka mbet do gjërat të xahilietit. Se kjo, do më thonë, nuk është prej islamit. Dhe ka thonë, disa gjërat xahilietit nuk i lën umetin, do të ngelin tek umetin. Prej tyre është el fakhru bil ansab, krenimi me prejardhje, më thonë me prejardhje të ngritur. Kjo është prej gjërave të xahilietit, mirë po do të ndodhte disa prej muslimanëve. Andaj, kur ne i flasim këtë gjëra, në to hynë edhe disa prej grupacioneve dhe individëve të muslimanëve, cilët i kanë disa prej gjërave të xahilietit. Secili prej tyre i cili largohet prej xhamatit, dhe me xhamat e kemi për qëllim xhamatin e muslimanëve të parë. Për këtë shkak edhe grupi i bashkimit quhet Ehlus Sunne wal Jamaa, ata të cilët e pasojnë sunetin, nuk shpikin gjëra në fe dhe pasojnë xhamatin. Xhamat, kush është xhamat? Xhamat është xhamati i muslimanëve të parë. Sepse ata ishin një xhamat. Muslimanët e sodit janë plot xhamate. Muslimanët e sodit janë plot xhamate. Dhe në islam e vërteta nuk matet me shumicë dhe me pakicë, po matet me atë që është në përputhje me rrugën e pejgamberit alayhis salam. Edhe nëse je i vetëm, edhe nëse je i vetëm. Allahu subhanahu wa taala thot, nëse ti i respekton shumicën e njerëzve në tokë, të largojnë prej rrugës së Allahut. Si pas logikës së atyre që thojnë se xhamati janë shumica, shumica e muslimanëve tash s'falin namaz. Shumica e muslimanëve s'falin namaz. Si mund të jenë ata xhamati?
muslimanët tash janë disa grupe, disa grupacione, si mund t'jenë ata xhamati? Andaj nuk ka rrugë për t'i bashkuar muslimanët vetëm se t'i kthejmë tek burimi. T'i kthejmë tek burimi. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, do të ndahet umetin. Do të ndodhë kjo. Dhe gjithë prej tyre janë të kërcënuar me zjarr. Kjo nuk do me thonë se ka ndalë prej feje, mirë po e meritojnë dënimin. Përveç një grupi, dhe këtë grup pejgamberi alayhis salam e ka cilësuar me cilësi. Nuk e ka cilësuar do me thonë as me vend, as me emër, as me racë, po me cilësi. Kush i ka këto cilësi është në atë grup. Pa marë parasysh ku është, në cilën kohë gjendet, ka thonë ai grup janë xhamati. Kjo është një transmetim i hadithit. Transmetimi tjetër është ata të cilët janë në atë në cilën jam unë dhe shokët e mi. Dhe kjo përputhet me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Allahu thot, dhe kush e kundërshton pejgamberin pasi që i qartësohet e vërteta. Mirë po a e la me kaq, jo, dhe tha dhe pason rrugë tjetër prej rrugës së besimtarve. Do me thonë nuk është në rrugën e xhamatit të besimtarve të parë. Sepse vetëm ata e kishin një rrugë. Besimtarët që erdhën pas, Allahul Mustan, se cili pra e kishte nga një rrugë. Kjo është që të largohen muslimanët prej kësaj veçorie që është përçarja, nuk ka ilaç tjetër vetëm se kthimit ashtu si duhet në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas metodologjisë së muslimanëve të parë. Pejgamberi alayhis salam prej haditheve të fundit, do të thonë, është edhe hadithi i Irbad ibn Sarjes radiallahu anhu, i cili thot, na këshilloi pejgamberi alayhis salam me një këshill nga e cila u rënqethën zemrat dhe lotuan syt. I tham, o i dërguari i Allahut, sikur të jetë këshill e njeriu i cili po ndahet prej neve. Do të thonë sikur e vërejtën se ka ardhë koha kur pejgamberi alayhis salam do të ndahet prej tyre. Andaj i thanë, çka na këshillon? Pejgamberi alayhis salam tha, ai i cili do të jetoj pas meje do të shoh fesejera ikhtilafan kathira. Do të shoh përçarje të mëdha. Ai meje i shminku mbadi, thot pejgamberi alayhis salam, kush për jush do të jetoj pak më gjatë pas meje, do të shoh përçarje të mëdha tek muslimanët. Kjo pra është smundja. Kjo është diagnoza. Përçarja. Çka është ilaçi? Fa aleikum bi sunnati, andaj kapuni për sunetin tim. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin, dhe sunetin e khalifeve të drejtë. Tamassaku biha wa addu alejha bin nawajidh, kapuni fort me dhëmballa për të. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, dhe keni kujdes prej veprave të shpikura, prej bidateve. I pari që ka tërheq vrejtjen prej bidateve është vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po thot, ju do të përçaheni o ju njerëz. Ju do të përçaheni. E çka do të bëni kur të përçaheni? Kapuni për sunetin tim dhe largohuni prej bidateve. Pejgamberi alayhis salam po thot, s'po them unë as dikush tjetër. Muhamedi alayhis salatu wassalam. Kjo është rruga që umetit islam ti largohet kjo veçori e xahilietit, e cila është pra përçarja. E cila është përçarja. Prej veçorive tjera të dalluara të xahilietit është edhe imitimi i verbër.
Më thonë, imitojnë verbrisht. Kjo është prej veçorive tjera. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha." Kështu thotë Allahu, çdo pejgamber që e kemi dërguar para teje në ndonjë vend, në ndonjë fshat, nuk ka ndodhur që udhëheqësit e tyre, kryetarët e tyre të mos thonë: "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Vetëm se udhëheqësit prej tyre kanë thonë: "Ne I kena pa prindrit tanë në një rrugë dhe ne do t'i pasojmë ata." Me fjalë tjera, kështu kanë qenë prindrit tanë, ne do t'a pasojmë këtë. Pasimi verbër, imitimi verbër. Kjo është veçori prej veçorive të xahilietit. Apo a shfaqet edhe tek ne kjo? Shfaqet edhe tek ne. Andaj Allah subhanahu wa taala kërkon prej robërve të tij që të logjikojnë, që të mendojnë, që të zgjedhin të vërtetën, e jo të imitojnë verbër. E jo të imitojnë verbër. Dhe në bazat e fesë nuk ka imitim të verbër. Secili është përgjegjës para Allahut subhanahu wa taala, përderisa ka mend dhe përderisa I ka arritur libri Allahut subhanahu wa taala, nuk arsyetohet ai me gjendjen e paraardhësve apo bashkohanikëve të tij. Veçori tjetër e xahilietit është mashtrimi me shumicën. Mashtrimi me shumicën. A është kjo vetëm për kohën e kaluar, do me thonë, apo flasim ne vetëm për të kaluarën? Jo. Mashtrimi me shumicën është prej veçorive më të mëdha që sot shfaqet. Çka është demokracia? Kush e definon demokracinë, do me thonë? Ç'kjo është mashtrimi me shumicën? Çka doj shumica? Nesër në udhubila me ardh shumica me thonë vrasja është normale, në rregull, sipas logjikës demokracisë duhet me leju vrasjen. Sepse shumica kanë votu. Apo s'kan ata bazë morale për një gjë. Po shumica, numri, shumica e dojnë këtë gjë ose s'puna. Ama moralisht a është në rregull, a s'është në rregull, a bën, a s'bën, si ju intereson. Për këtë shkak edhe shumë gjëra që në të kaluarën kanë qenë smundje, do me thonë, kanë qenë devijime, tash shumica kanë vendosur se nuk janë ashtu. Edhe Allahu alem të ardhmen çka krejt do të ndodh. Pse? Sepse mashtrohen me shumicën. Kjo është prej veçorive të xahilietit. Nuk është Islami kështu. Islami thot ashtu si ka thonë Allahu, jo si thot shumica. Se ndonjëherë shumica mund devijoj. Ndonjëherë shumica mund devijoj. Andaj feja Allahut është me principe. Me thonë e ka ligjin me principe, me baza morale. Kjo është e mirë dhe e mirë do të ngel deri në ditën e gjykimit. Kjo tjetra është e keqe edhe e keqe do të ngel deri në ditën e gjykimit. Kurse në xahiliet është ndryshe. Kjo është e mirë, po mund të bëhet e keqe në të ardhmen. Kjo tjetra është e keqe, mirë, po në të ardhmen mund të bëhet e mirë. Pse? Nëse dojnë shumica. Andaj edhe në librat e sociologjisë kur e definojnë aty devijimin, thojnë devijimi është çdo dukuri që e kundërshton shumicën, do me thonë, gjendjen e shumicës së asaj shoqërisë. Pra, ne muslimanët që mundohemi pak ma praktikant jemi këtë kohë, jemi devijuar sipas tyre. Pse shumica nuk janë ashtu. Allahu na ruajt nga gjërat e tilla. Për këtë shkak edhe këto ideologji, këto mendime nuk kanë baza në cilën qëndrojnë, nuk kanë baza stabile, nuk kanë baza morale stabile. Andaj edhe nuk munden, s'kan se si ta quajnë të keqe dhe të mirë. Nuk kanë ku të kapen. Ne muslimanët e dim, kjo është e keqe. Pse Allahu na ka ndaluar, ai na ka thonë se është e keqe.
sepse është e dëmshme, kurse ata nuk kanë referencë. Andaj referenca e tyre kush ngel? Ata thonë shumica, mirë po, kjo shumicë duhet t'i referohet diçkaje, kur e bjen një vendim. E çka i referohet kjo shumica? I referohet epshit të tij. I referohet epshit të tij. Andaj Allahu thot, a e ke parë atë i cili e ka marrë epshin e tij për Zot? Epshin e tij e ka bën Zot. Çashtu si ti kondet epshit të tij, çashtu e bën. Ju kujtohet kjo halal, nesër ju kujtohet e bëjmë haram. Më thon pas një far baze, pas një far rregulle, pas një far reference. Prej veçorive tjera të xahilietit është pasimi i dietarëve të prishur dhe adhuruesve ignorant. Pasimi i dietarëve të prishur dhe adhuruesve ignorant. Dhe kjo ka ndodhur me krishterizmin dhe jehudizmin. Më thonë kjo është, si thot Allahu subhanahu wa taala, ittahadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ata i morën priftrit dhe rabinat e tyre si zotra përveç Allahut. Pse? Sepse u alejonin haramin e pranonin, u abonin haram halalin edhe këtë e pranonin. Dhe ky ishte adhurimi që ja bënin atyre. Dhe sot e kësaj dite, do më thonë, papa i tyre e ka të drejtën që ta bëjt shenjt kanë doj, ta shpalt mallkuar xhehenemli kanë doj, që ta bëj halal çka doj, ta ndaloj çka doj, do më thonë, ja kanë dhonë këtë drejt të Allahut subhanahu wa taala udhëheqësve të tyre fetar. Kjo është prej veçorive të xahilietit, në cilën kanë ra dhe shumë prej sekteve që pretendojnë se janë islame, që i takojnë muslimanëve. Nuk kanë shumë dallim, do më thonë, këtë aspekt, krishterët edhe shijat, nuk kanë shumë dallim. Mos themi nuk kanë as pak dallim. Edhe ata u japin atyre imamave të vet ato drejtat absolute. Më thonë drejtat absolute. Madje shumë prej tyre besojnë se ata e dinë të fshehtën, se kontrollojnë gjithësinë, se duhet të adhurohen e kështu me radhë. Veçori tjetër e xahilietit është se nuk e marrin fen seriozisht. Do të thonë e marrin fen e tyre siç thot Allahu, laiban wa lahu. E marrin lojë dhe tallje, nuk e marrin seriozisht fen e tyre. Kjo është veçoria e xahilietit në përgjithësi. Do të thonë prej të ata të cilët besojnë në disa ideologji moderne apo sisteme moderne, e deri tek fejet tjera përveç islamit, e po ashtu, do të thonë, sektet e ndryshme kështu me radhë nuk e marrin seriozisht. Shumica prej tyre nuk janë sinqert në atë që ata e pretendojnë. Nuk janë sinqert. Dhe nuk i kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Veçori tjetër e xahilietit është se i deformojnë librat e Zotit. Më thonë shpifin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Siç ka ndodhur me krishterët dhe jehudit. Kanë shpik mbi Allahun subhanahu wa taala, kanë thonë, e ka thonë këtë Allahu, mirë po Allahu se ka thonë. Vetë kanë shkruajt edhe ja kanë vesh librit. Andaj Biblia e tyre i ka 10 versione, 4 janë oficiale edhe 10 tjera që nuk janë pranueshme, më thonë ka shumë versione. Pse? Sepse ja kanë dhënë drejtën vetvetes që të shpifin mbi Allahun subhanahu wa taala. Kjo është veçori e tyre. Nuk kanë ata referencat sakta. Edhe këto 4 Biblia, 4 versione që i kanë, nuk janë të vërtetuar. Hadithet e muslimanëve, fjalët e pejgamberit të Allahut janë të vërtetuar më sakt, më mirë se ajo që ata mendojnë se është fjala e Allahut subhanahu wa taala apo Bibla.
të cilën ata e kanë deformuar. Pra në aspektin e bazave s'janë kërkundi. Pse? Sepse ja kanë dhënë drejtën vetvetes që të shpifin mbi Allahun subhanahu wa taala. Veçori tjetër e xahilietit është se e cilësojnë Allahun e lartësuar me mangësi. Kështu janë të gjithë përveç muslimanëve të tjerët patjetër e kanë bien këtë veçori. Idhujtarët kuptohet se e kanë këtë, sepse shkojnë dhe adhurojnë idhujt, gurit dhe drurit, dhe cilësojnë Allahun se është i nevojshëm për ndërmjetësimin e këtyre gjërave. Mirë po këtë e kanë edhe jahuditë dhe krishterët. Në Bibël do më thonë, Allahu cilësohet me shumë veçori të mangëta. Thonë e ka krijuar gjësim për 6 ditë dhe ditën e 7 ka pushu, se sipas tyre qenë ka lodh. Sipas disa verzioneve, Allahu qenë ka përlaj, do me thonë formën e njerit dhe është mund me njerin prej pejgamberëve. Para mendoni, naudhu billah. Dikun tjetër thonë se flen e ka zonë gjumi, do me thonë Zotin. Naudhu billah. Me thonë gjitha këto janë prej veçorive të xahilietit. Po edhe jahudit gjithashtu. Jahudit kanë thonë Allahu është i varfër, ne jemi të pasur. Naudhu billah. Siç thot, do me thonë Allahu siç e përmend si fjalë të tyre. Krishterët kanë thonë Allahu ka fëmijë. Naudhu billah. S'ka nevojë Allahu për fëmijë. Nuk është krijesë që të ketë nevojë për pasardhës. I lartësuar qoftë Allahu nga shpifjet që ata i thojnë për të. Pra kjo është prej veçorive dalluese të tyre. Se ata bëjnë kufër duke e cilësuar Allahun me cilësi të mangëta. Dhe kjo është njëni aspekt i kufrit tyre. Aspekti tjetër është se disa prej krijesave i anveshin disa cilësi që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Isaun e bëjnë Zot, e konsiderojnë hynor. Këta tjerët adhuruesit e vareve, ja japin do me thonë të drejtën e adhurimit njerëzve. Me thonë, në dy aspektet, kjo është veçori, do me thonë, e xahilietit, në aspektin se Allahun e cilësojnë me cilësit krijesave, dhe aspekti tjetër është se krijesat i cilësojnë me cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Dhe veçori tjetër e xahilietit është që e ka përmend Allahu subhanahu wa taala është lakuritësia, sidomos tek gjinia femrore. Lakuritësia është veçori e shoqërive ignorante dhe xahile. Do të thonë, me fjalë tjera, prishja e moralit. Prishja e moralit dhe humbja e ndershmërisë është cilësi prej cilësive të xahilietit. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-ula." U andalon muslimaneve dhe ju thot mos u zhvishni dhe mos ecni lakuriq ashtu siç ecnin në kohën e xahilietit të hershëm. Ju mos e bëni këtë punë. Ju mos e bëni këtë punë. Dhe çdo herë që njerëzit i kanë shtuar mëkatet ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe janë larguar prej mësimeve pejgamberike, kjo është rjedhoja. Do të thonë, është përhapur tek ata lakuritësia dhe amoraliteti. Madje edhe Ademi a.s. me Havan, kur hangrën prej mollës së ndaluar, Allahu subhanahu wa taala i dënoi duke i zhveshur, do me thonë, prej robave që u ambulonin pjesët e turpshme të trupit të tyre. Dhe kjo është qëllimi i shejtanit.
më thonë që ti zhvesh të robrit e Allahut subhanahu wa taala, sepse në këtë formë më lehtë pastaj i fut në zina, më lehtë pastaj pra i devion moralisht. Këto ishin disa prej veçorive që deshim të përmendim para jush sot. Ka dhe tjera të cilat i kam përmendur dietarët, do të thonë bazuar në ajetet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ne këto i pam si më të rëndësishme për t'i përmendur, e Allahu e din më së miri, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.